Një mikrofonin ndezur gjatë paradës ushtarake të Kinës ka zbuluar një bisedë të pazakontë midis presidentit rus Vladimir Putin dhe liderit kinez Xi Jinping. Përkthyesi i Putinit i dëgjohet duke folur për zhvillimin e bioteknologjisë dhe mundësinë që organet njerëzore të transplantohen pafund, duke shtuar se njeriu mund të bëhet gjithnjë dhe më i ri, deri në arritjen e pavdekshmërisë. Xi ju përgjigj duke thënë se ka disa shkencëtarë që parashikojnë që brenda këtij shekulli njerëzit mund të jetojnë deri në 150 vite. Putin nga ana tjetër konfirmoi më vonë se diskutimi ishte për mënyrat e zgjatjes së jetës. Të dy liderët, të njohur për ndryshimin e ligjeve që mundosin të qëndrojnë në pushtet pa kufi, kanë treguar më parë interes të madh për kërkimet mbi jetëgjatësinë. Nga ana tjetër, Vladimir Putin ka ngritur një qendër kërkimore për teknologjitë kundër plakjes dhe i ka besuar mikut të tij, Mikolaev Mikulučić, projektin për pavdekësinë përmes printimit të organeve në një laborator. Pamjet treguan Putinin dhe Xi Jinping duke biseduar pranë udhëheqësve koreane Kim Jong përpara se të tretë të ndiqnin paradën më të madhe ushtarake që Kina ka zhvilluar ndonjëherë. Me 50.000 spektatorë dhe një arsenal të gjerë nga tanket dhe dronë deri tek raketat bërthamore, ngjarja u pasi një shfaqje force ndaj perëndimit. Xi e shfrytëzoi momentin për të theksuar se Kina nuk trembet nga bullizimi dhe se ringjallja e kombit kinez është e pandarshme. Një mesazh i qartë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët perëndimor.